komploti kundër Jezusit, ndërkaq po afroheshin te kremtet e bukëve të pabrume që quhen pashk. Kryepriftërinjt dhe skribët kërkonin mënyrën se si ta vrasin Jezusin, sepse e dronin popullin. Atëherë djalli hyri në Judën që quhet Sikariot, i cili ishte një nga 12. Ai shkoi për të biseduar me kryepriftërin e me krerët e rojes së tempullit në çmënyrë t'ua shtinte në dorë. Ata u gëzuan dhe i premtuan t'i japin të holla. Juda pranoi, që atëherë kërkonte rastin t'ua dorëzonte kur të mos ishte populli pranë. Përgatitja e darkës së pashkve. Erdhi dita e bukëve të pabrume, kur duhej t'i flijohej qengji i pashkve. Atëherë Jezusi përdori pjetrin e gjunin dhe u tha: "Shkoni e na bëni gati darkën e pashkve." Kur dëshiruan ta bëjnë gati e pyetën ata: "Po sa të hyni në qytet," u tha ai, "do t'ua takoj një njeri që mbart një katro me ujë. Shkoni pas tij në atë shtëpi që të hyjë ai, thoni Zot shtëpisë, mësuesit t'i çojë fjalë, ku është lloma e bukës në cilën do të mund ta haj me nxënësit e mi darkën e pashkve." Ai atëherë do t'ua tregoj në kat një sallon të madh të shtruar, aty na bëni gati. Ata shkuan e gjetën ashtu si u tha dhe e përgatitën darkën e pashkve, themelimi i Eukaristisë. Kur erdhi koha, Jezusi u ul në tryez me të bashkë edhe apostujt. U tha: "Me gjithë shpirt kam pas dëshirë të hahem drekë të pashkve bashkë me ju, para se ta besoj, sepse juve po ju them, nuk do ta haj më para se të marr fund në mbretërinë e Hyjt." Atëherë mori gotën e u falenderua, tha: "Merrni e ndajeni ndër veti. Vërtet, unë po ju them, se prej këtij çasti s'do t'i pi me fryt hallisë, derisa të mos vijë mbretëria e Hyjt." Pastaj mori bukën, u falenderua, u theu, u la e tha: "Ky është korpi im që flijohet për ju, bëni këtë në përkujtimin tim." E mori gjithashtu edhe kelkun, pasi u krye darka, e tha: "Ky kelk është beslidhja e re në gjakun tim që derret për ju, por ja, dora e atij që po më tradhton është me mua në tryez. Biri i Njeriut një mend po shkon ashtu siç u caktua, por se i merri ai njeri që po e tradhton." Ata zonë ta pyesin njëri tjetrin cili prej tyre do të ishte ai që do të bëjë këtë gjë. Rrogata rreth me të mallit. Atëherë apostujt filluan të grinden ndër vete cili prej tyre do të ishte më i malli. Jezusi u tha: "Mbretërit e paganëve sundojnë me ta si zotërues, madje ata që sundojnë mbi ta kërkojnë të quhen bamirës. Ju s'guxoni të bëni ashtu, përkundrazi, më i malli ndër ju të jetë si të ishte më i riu, kurse kryetari sikur të ishte ai që shërben, cili në të vërtetë është më i madh, ai që është në tryez apo ai që shërben? Vallë, a s'është ai që rri në tryez? Tashti unë
jam ndër ju, por si ai që shërben. Ju jeni ata që në provët e mia që ndrohet vazhdimisht me mua, prandaj unë po ju la trashëgim pritërinë ashtu si ma la mua i madh, që të hani e të pini në tryezën time, në mbretërinë time dhe të rrini në tronë për të gjykuar 12 fiset e Izraelit. Për lajmërim i mohimit të Pjetrit. Simon, Simon, që Satani kërkoi t'ju shosh por si grurin, por unë u luta për ty. Që feja jote të mos mungoj, por ti kur të kthehesh, forcoj vëllezërit e tu. Zotëri, i tha Pjetri, jam gati të shkoj me ty edhe në burg edhe në vdekje. Jezusi ju përgjigji, unë po të them, o Pjetër, se sot nuk do të këndoj gjeli para se ti të mohosh 3 herë se me një qesja strajca dhe shpata. Kur ju dërgova pa qese, pa strajce, pa sandale, a u mungoj gjë? Asgjë, ju përgjigjën ata. Atëherë u tha, tani kush ka qese, le ta marrë, po ashtu edhe strajcën, e kush nuk ka shpatë, le t'i shes petkat e veta e le ta blej, sepse unë po ju them, në mua duhet të vërtetohet fjala e shkrimit shenjtë. U rallit ndër keqbërës, vërtet gjithçka u parafol për mua, po shkon në vend. Ata i thanë Zotëri, ja këtu 2 shpata. Ai u përgjigj, mjaftojnë. Urata në malin e Ullive. Pastaj doli prej andej e u nis si rëndom drejt malit të Ullivit. Mbas ti shkuan edhe nxënësit. Kur arritën në atë vend, u tha, lutuni që të mos bini në tundim. Dhe ai u largua prej tyre sa mandej që hidhet guri. U ul në gjunë vëllazuri të lutet, o atë nëse do largoje këtë gotë prej mejet, veç se le të bëhet, jo vullnesa ime, por vullnesa jote. Atëherë ju ofrua një engjëll nga qielli që i dha zemër. Kur e kapën mundimet e vdekjes, lutej me zemër, djersa e tij u bë si pikë gjaku që binte në tokë. U çua prej uratës, shkoi te nxënësit, i gjeti fjetur, i kishte kaputur trishtimi. U tha, pse po flini, qohuni, lutuni të mos bini në tundim. Tradhtimi dhe arrestimi i Jezusit. Ndërsa ai ende po fliste që ai bëhej një turmë në krye të saj, ishte ai që quhej Jud, njeri prej të 12 vet. Ai u ofrua Jezusit për ta puthur. Jezusi i tha, o Jud, a me të puthur po e tradhton birin e njeriut? Ata që ishin përreth tij duke parë çka po ngjante thanë, Zotëri, a tu biem shpat? Dhe njeri prej tyre i ra shërbetorit të kryepriftit ia preu veshin e djathtë. Jezusi tha, zëni vend, mjaft, dhe ia preku veshin e ia shëroi. Atëherë Jezusi u tha atyre që kishin
ardhur kundër ti kryepriftërinjve e krerëve të rojës së tempullit dhe pleqve. Erdhën si të isha unë cupë me shpata e shkopin. Për dit isha në tempull me ju e nuk qua dorë në mua, por se kjo është ora juaj për pushtetin i territ. Pietri i bimohit e kapën para e quan dhe shtin në shtëpinë e kryepriftit. Pietri u ndiqte përse largu. Ata ndezën zjarrin në midis të oborrit dhe u ulën rreth tij. Ndërta ul edhe Pietri, kur një shërbëtor e pa ulur pranë zjarrit, e shikoi mirë dhe tha: "Edhe ky është me ta." Ai i ra mohit: "Nuk e njoh, moj fisnik." Pak më vonë e vuri re një tjetër e tha: "Edhe ti je prej tyre." "Nuk jam, o njeri," përgjigji Pietri. Dhe pas kund një orë një tjetër tha: Me të vërtet, edhe ky ishte me të, sepse është edhe Galileas." Pietri përgjigji: "S'di ç'po thua o burr." Dhe shi, atëherë ndërsa ende po flisnin, këndoi gjeli. Zotëria u kthye dhe i lëshoi syt Pietrit. Pietri i ra ndërmend fjalën e zotërisë që i pa thënë: "Para se sot të këndojnë gjeli, 3 herë do të më mohosh." Doli përjashtë dhe qau dhe këshëm. Jezusi e përqeshin dhe e rrahin. Njerëzit që haruanin Jezusin e përqeshin dhe e rrahin, ja mbulonin fytyrën dhe i thoshin: "Dëftohu profet, gjaje kështu kush të ra." I thoshin dhe shumë të shara tjera. Jezusi para këshillit të lartit. Kur zbardhi drita, u mblodhën krerët e popullit, kryepriftit e skribët e quan Jezusin në këshillin e lartë të vendit dhe i thanë: "Nëse ti je Mesaja, na thuaj." Ai u përgjigj: "Nëse ju them, s'do të më besoni. Nëse ju pyes, nuk do të më përgjigjni, por pas tashit, Biri i Njeriut do të arrijë në të djathtën e hyjit të Gjithëpushtetshëm." Atëherë i thanë të gjithë: "Ti pra qenë ke Biri i hyjit." Ai u përgjigj: "Ju thoni të vërtetën, unë jam." Atëherë ata thanë: "Ç'dëshmi tjetër na duhet? Na vetë e dëgjuam prej gojës së tij."